duhet thënë edhe pak edhe çdo pikë është shumë e rëndësishme për të përcaktuar titullin kampion. Unë mendoj se të 4 skuadrat janë më të motivuara, po unë mendoj që në këtë kur kemi arritur në këtë fazë, skuadra e Gnatjes me presidentin Demorozë dhe zotin Kledi Zeneli nuk ka nevojë të bëjë motivim skuadrës. Një grup prej shumë vitesh me në krye senatorët Pangaj, Aleksi, Qemajli, Fernando, din të alternojnë shumë mirë me gjithë skuadrën për të qenë për herë të qartë në kërkesat dhe objektivat e tyre, por rolin e ka në këto momente trajneri Nevildeze, i cili e ka bërë grupin më të bashkuar, më të sinqert, luan ai që e meriton, ka bërë dhe disa ndryshime që mund të themi pak më vonë në skuadër, sepse do më keni bëni në pyetje, po flas pa nuk ka nevojë kur jenë në asistencë superiore final fort, natyrisht motivimi vjen vet, por e thash skuadra me të faktorët që ka, po me president dhe drejtori Qërin aty mbi kokë dhe me Nevildeze janë të motivuar, e kuptojnë që s'kan arritur në një gjë të madhe, bile janë në mes të rrugës, e vlerësojmë realisht vllaznin, jo vetëm e Superligës, e vlerësojmë realisht vllaznin që diktuaj futboll dhe na ka ndëshkuar gjatë kampionatit, por duhet theksuar që Gnatja gjatë kampionatit në ndeshjet në vllaznis, po thuaj në të tëra ndeshjet ka luajtur me karton të kuq dhe duhet theksojmë që Gnatja gjatë kampionatit ka luajtur me 130 kartona të verdh, gjë që shpesh herë na ka bërë të lodhemi apo të nuk të shkojmë me formacionin që duhet të kishim. Themi që Gnatja ka motivimin brenda, sepse është kampionja në fuqi, finaliste e kupës, vazhdon të ketë investime dhe grup lojtarësh të shkëlqyer dhe motivimi vjen edhe si një borxh ndaj presidentit të Demorozit dhe gjithë tifozëve të thjashtë të Vllaznisë. Po, e nëse referohemi të sfidat e ardhshme, do t'jetë kundër Vllaznisë dhe Dinamos, që po ashtu u ndeshët edhe në finalen e Kupës së Shqipërisë. Çfarë mendoni se do ndryshojë në këtë rast, paktën përballë një kundërshtari që vetëm pak ditë më parë u haset, a mendoni se ka diçka që do ta shfrytëzojë ndryshe e Gnatja në mënyrë që të marrë pikët e veta? Ne jemi, unë tani aktualisht jam në një nga hotelet ku vjen e Gnatja që shpeshherë nga miku i presidentit Demorozi, Jani, vazhdojmë nuk e se emrin e hotelit në gojë për probleme reklame, por që vjen dhe sa që vjen këtu, marrim një fuqi tjetër. Jemi si në tokën e si Anteu. Aq më shumë që edhe pronari